Rikthehemi sërish me zotin Sajmir Korreshi. Zoti Korreshi, në vijim të asaj që ne si duam para reklamave, a ka një kërkesë dhe nëse do të ketë një kërkesë që ju të jeni kandidat për kryetar bashkie vitin që vjen, a mund të ta pranoni ose do ta shqyrtoni atë? Shqyrtime gjë tjetër dhe në këtë kushte që jam sot jo, sepse mendoj që mandati që më ka dhënë Lushnjari duhet ta çojë deri në fund. Ka shumë problematika kjo zonë të cilat kam më shumë interes për të ngritur zërin, sepse edhe në nivel lokal mënyrën se si është menaxhohet sot Bashkia e Lushnjë, me një qeveri që ka dhënë shembull që bashkitë e djathtë e urren, pra do të vetëm ata të vetën, do të kishte një ta quajmë edhe pse mund bësh pamundurën për të ardhur të administrosh taksat e luftarëve, është përgjithsisht e pamundur dhe pa ndihmën e qeveritare kush nuk ka marrëdhënie, kështu që do ta shikoj patjetër që vlerësimi është gjë tjetër, por vendimi është gjë tjetër. Sot me këtë mend që jam, do vazhdoj ta mbaroj datën e deputetit. A keni ngjallur ju xhelozi, zoti Korreshi, tek rradhët e Partisë Demokratike ose kjo është një gjë dhe tjetra? Po je klipsoni tani, duam apo s'duam, ne ke dominuar, këtë që them. E para njëherë, unë jam një ushtar i vogël i Perandorisë Romake, qëllimi im nuk është kompeticioni me deputetë tjerë, për të qenë sinqert. Kompeticion, unë jam vetëm garë me veten time, në mënyrë që një gjë që e nxjerr do ta vazhdoj, pra pensën në ato që them, në ato që bëj në komision, parlament apo që ndresën pranë qytetarit. Unë, me që kemi dhe zgjedhje të afër, nuk të mëpoj të garosh me asnjë, nuk e kam ambicie të garoj me asnjë pozicion për strukturën partisë. Sepse kështu është mendimi im, kështu është perceptimi im dhe unë jam mirë me atë që jam, jem kaq mirë se besot dot. Mund të jesh mirë, por ka nevojë partia apo s'ndodh kjo në partinë tuaj? Jo, me partinë tonë do të sa dush, por unë nuk e shoh një pjesë tillë tek vetja ime, domethënë nuk kam qef me kandidu me asnjë opozicion dhe asnjë. Kështu që nuk kam ambicie dhe duke që mos pas këtë ambicie nuk besoj pse do të jem konkurrent tjerët me mua ose të tjerë do të shikojnë si problem. Gjë që cilë kam shfaqur dhe shfaqet e çdo koleg shok që nuk kam një gjë të tillë, nuk përvesoj, nuk kam një ambicie për bërë diçka kur nuk të shikojnë si rival, mund të jetë vetëm rival për një kryesi, për një diçka që unë se kam, kështu që nuk ka. Në fund e fare, çdo fjalimi im i shërben Partisë Demokratike. Unë jam një pru e vogël që derdhet në detin e Partisë Demokratike dhe nuk besoj se as nga partia, as nga kryetari që pika që një deputet i Partisë Demokratike merret me gozhdu qeverin, me nxjerr palarat asaj që nuk funksionon. Këtu do të qëndrojmë pak. E keni shqetësuar socialistët? Nëse po, çfarë impakti ke patur ose me çfarë je përballur? E para njërë që kam shqetësuar duket, sepse kanë gjetë se Cycyvera gjoja si kur them që ish drejtuesi i institucionit ta quajmë zyrës regjistrimit të Lushnjës. Kanë gjetë se leta kanë pretenduar. Nuk quhesh hipotekë, zyrë regjistrimi. Dhe pretendonin se për disa regjistrime të nisura shumë herë se unë shkojnë regjistrues. Pra, retorika juaj ka bërë që të hapen ose të ketë tentativa për të hapur disa probleme, nuk e di çka kanë gjetë. Patjetër, sepse atë që konstatuat dhe ju, nëse kete që për bashkinë, patjetër që e kam parë të nisjen time në terren, pra ditë pas ditës, si një mënyrë të na po bën është për përgatitur për të bërë bashkinë. Normalisht patjetër kush është deleguar këtu dhe kjo e shqetëson sepse por unë gjithë kjo në quaj kontributi im, por nuk është kontributi im personal, është me miqe me shok shumë pafund. Besoj që do të jetë për emrin do të jetë në të njëjtën formë dhe gjitha në funksion të atij që do të jetë kandidat. Tani të kanë kap apo jo gabim, Korreshi? Ti kanë hap letrat kur ke qenë regjistrues apo jo, si në formë hakmarrje? Kam qef t'i havin, t'i shikojnë, ja vara në gozhd, edhe jam kurios të shikoj që i kanë marrë nga gozhd apo jo për t'i parë dhe gjitha pronat e Lushnjarëve. Lushnja nuk ka as palas, Lushnja nuk ka as kulla, 7 pallate ka gjithë, kështu që nuk ka interes 3.000 lek është metri katron Lushnjë të vjetra,
edhe ato shtëpitë atje 4.000 lekë kanë dhe janë shtëpitë para 90-s, që nëse do më thosh që do i regjistrosh prapë me qefin më të madh, është gjithë Shqipëria shumë me 001 listë trojesh, kështu që unë nuk e kam marrë kur shtëpinë e Ilës t'jap Sajmirit apo shtëpinë e Sajmirit t'jap ku diun dikujt tjetër, Endri Meks. Nuk ndodh, kjo nuk ndodh, kam marrë Hallexhin që kam pasur shtëpi dhe vite 50, 60. Çfarë lloj hakmarrje është kjo? Se kuptoj. Ndoshta atë që ku ka një gjë se mendoj këta kështu ka funksionuar gjithmonë, të fillim presioni, pastaj këto mediatikisht, pastaj gjëra të tjera në mënyrë që ti ta gjosh kohë, mos të merresh kohë me terrenin, por ta gjosh kohë me lexu lajmet dhe u marr me portalet, gjë që të cilën nuk më shqetëson dhe as më ftov dhe as më ngroh fare. Unë vazhdoj punën time. Dhe do të vazhdoj thash në funksion e tij që do bëhet kryetar partie në Lushnjë, që së shpejti kemi zgjedhur dhe atë që do të jetë kandidat për bashkinë, sepse realisht do ta mbështes me gjithë forcën time. Domethënë është një sfidë që dua që çdo gjë që bëhet sot të jetë në funksion ta quajmë si kandidatet apo akoma Lushnjë s'ka mbrit akoma. Jo, është akoma, por unë pres me daljen e emrit kryetarit të partisë që të zyrtarizojmë atë dhe kryesisë, të fillojmë një punë që duhet ta kurorëzoj brenda shtatorit, që këtu në Lushnjë brenda shtatorit kemi një emër që ngroh pjesën më të madhe, sepse absolutja këtu gjithmonë ka gjë që nuk shkon, vjen erë. Ideja është tani do ta zgjedhin siç duhet një figurë që të gëzojë mbështetje të gjitha, apo do t'ja paketojnë zarf, e t'ua sjellin? Unë nuk mendoj që ka interes vendorja për paketimin zarf, megjithatë kjo do të ngele për të parë, nuk mendoj se është një gjë e tillë, nëse ne arrijm të prodhojmë një alternativë çfarë na kënaqin ne demokratëve, së dyti një djalë apo vajze për të cilën të gjej konsensusin e pjesës më të madhe tonë, besoj se do t'i në një mënyrë njerëzore, ta quaj këtë, imponohemi dhe qendrës, sepse nuk ka nëse do të ketë një dëshirë tonën gjithë të kryesisë që dikush tjetë kryetari ose kryetari arsim bashkisë ose kandidat, besoj se nuk do të ketë fare kontestim të kjo pjesë. U shqipëve fundit, vërtet janë prezent gjitha ato shqetësime që u ngrini atje, apo ju jepni disa nuanca për të bërë të prekshme, se probleme ka kudo edhe në Tiranë, po varet nga mënyra se si vjen tek ne. Tani unë do të përdor një telefonat që më ka marrë para shumë kohësh, jo para shumë kohësh, por para 2 javësh ose 3 javësh, një miku im i reanimator, lushnjar, por ikur shumë herët që më kohën e shkollës, larguar nga Lushnja, sot punon një nga spitalet më të mira të Shqipërisë. Një mjek specialist i nivelit lartë, reanimator, ma besoni këtë, mik personal, shok e mi, që më bën një telefonat mbasi kisha ardhur për të mjekuar një zotëri që të moshuar të 90 ca vjeç për t'i vënë një karakater, pra një mënyrë se si kishte një mënyrë që nuk e bënte askush në Lushnjë, për mos ta sjell deri në Tiranë, ja bën erdhi ta bën Lushnjë, dhe kur ka ikur më ka marrë një telefonat dhe më ka thënë se tha unë deri tani të kisha dhënë të drejta, por shoh që ke gënjur shumë. Pse i thash unë, sepse ke thënë vetëm 10% atyre që është drama në atë spital. Pra, edhe më keq. Duke është shumë më keq se sa ajo që them. Po duhet nisin hetimet kështu, se ke bërë denoncime të forta. Unë nuk e di çfarë presin, por realisht aty është dramë e madhe. Më thënë, sepse Oida ka një gjë, ne dënojmë kur vret një njeri, qoftë aksidentalisht, ne dënojmë fusim burg. Ik burg, po. Kjo është me dashje, po bëhet me jetë njerëzish, për mjekimet që s'ka njëra tjetër, por lozet me jetën e njerëzve. Ky është hyn genocid. S'pjapin ushqim. Ç'shkosh? Tani ju e pat me nunë, të ardhur nga spitali, pastaj unë kam qenë live në videot e mia për të treguar ka paramendje që janë pa të ditë, më thënë është qenef. Më thënë është për të vënë dur të kokë, por ristrukturohet një godinë, po pjesa tjetër nuk do të preket, pra do të rri ashtu kafshëri siç është. Koreshi, do të shohim javën që vjen, apo është javë e gjelbër, se ju keni filluar bëni edhe shumë pushime. Unë pushimet e mia i kaloj në Lushnjë, ku kaloj dhe mas ditët, kështu që unë e quaj besoma që 90%... Atëherë, do të presim Koreshin në parlament, do kesh denoncime nga Lushnja, këtë po më thua, do vazhdosh?
Ku jemi? Shtyllat i kemi bërë, spitalet i kemi bërë, shkollat... Jo, kemi bërë, do t'i bëjmë, unë do kaloj, sepse, shko, oja nuk e imagjinon dot, dije se që ka ndodhur me celularin tim dhe me rrjetet sociale, po me celularin tim radhë parë, kam mira mesazhe në Messenger që më shkruajnë nëpërmjet Facebookut, të cilat për hir të kohës dhe nuk e kam dhe vetë adrenalina ime ka qenë dijen faktet janë kokforta, i ke 2 ditë para zgjedhjeve të kreut PD-s, të se kreu PD-s do zgjidhej me vota, mos kaloj edhe Berishën, more. Jo, nuk merrem edhe, nuk jam këthash, nuk jam kompozicion me doktorit, se kam do doktoresh. Tani unë kam drejt a ludoj, ose të bëj deduksion, ose të analizoj. Mua më pëlqen të rri këtu në Lushnjë edhe unë kërë kaloj urën e Rrogozhias marrë pasaportën me vetë, se dje mos më kthejnë, se më njohin që jam lushnjar. Kam qef, vetëm një gjë më pëlqen, epiteti që më kanë vendosur. Po, e bërë me epitet? Po patjetër, më thonë deputeti i Lushnjës, dhe kjo është kënaqësi shumë e madhe. Të gjitha me etiketojnë si deputeti i Lushnjës, nëse tjetër jam emër, në shumtën e rasteve dhe kur më takojnë në gjithë Shqipërinë, përveç se Otoni tani që është bërë një mënyrë të thrituri, ndaj me, po pjesa që të gjithë thot deputeti i Lushnjës është kënaqësia më e madhe dhe ndjesia më e mirë e mundshme. Pra, që unë identifikoj vetëm timin. Edhe Otoni se thua më që kur bë ministër, apo ja, e ke zbutit. Oj, të thënë. Otoni dhe në gjithë drektar. Korejshi. Po jo, ke dhe Karakaqin. Ke dhe Karakaqin, apo? Karakaqi është, edhe ai ka bërë tani, po Karakaqi është si puna kësaj ministres, që tha se njeh mirë terrenin, se kanë bërë investime, edhe unë shkova tek zonat ku Karakaqi ka qenë delegum Lushnjë për t'i dhënë se çfarë batërdi është në ato zona që ai ka qenë delegum. Mirë, do ta vesh në punë, do t'i rregulloj, do kesh me çat merresh më. Inshallah, unë atë ka qenë qëllimi im, mund të gjej gjëra të tjera. Është djalë i rim funditës, ka energji i rim politik, pse jo? Shohim se do t'i konsumoj për të zgjidhur problemet këtu energjitë, se për një gjithë për gjëra të tjera për të vjedh lek, i kam për vete të tjerat. Se akuzon, se dim, nuk e dim, është shumë i ri. Nuk thash që po vjedh lek, thash mos t'argjoj energji për me vjedh lek. Po. Se nuk mund bëj akuzat. Thash mos t'argjoj energji për me vjedh lek, thash t'argjoj energji për me zgjidh sa gjëra këtu. Të thash, nuk akuzoj njëri se kam bërë kur më politikën time. E theksova për të, se jemi online edhe kjo online njerë pas herë humbasin. Por unë po më kënë ndjerë fjalimet e mia, unë nuk bëj kur të merem, para një se jam jurist, e dyta kur bëjnë kallëzime të prokurori, për të them për dikaj dut, pa tjetër them vetëm që në perceptimin publik, robi mos të duket që u ka rëgju në energjinë për një gjë tjetër dhe kjo, kaq, nuk akuzova. Të përshëndes, Korejshi. Faleminderit që më bashkove sot. Faleminderit.